Është shoqëruar me debate në Këshillin Bashkiak të Durrësit, miratimi i planit vendor të veprimit për barazi gjendore 2026-2030. Pavarësisht ndryshimeve që ishin bërë në relacion, lidhur me terminologjinë e përdorur, shqiptarët demokratë deklaruan votën e tyre kundër. Shqiptarët Lira Arizi kërkoi nga kryetaria Emiliana Sako që të kushtohet vëmendje veçantë nënave kryefamiljare që rrishin të vetë me fëmijët jetim e që mbajnë barrën ekonomike apo përgjegjësinë për rritjen e fëmijëve. Në lidhje me projekt planin për vitet 2026-2030 për barazin gjinore, unë diskutova dhe në mbledhjen e kaluar në fakt dhe bëm disa pyetje edhe në mbledhjen e kaluar, por po bëj një sim të shkurtër tani. Ky plan nuk duhet parë si një debat ideologjik, pasi aty kërkohet që të ndihmohen gra, vajza apo dhe shtresat e tjera sociale që kërkojnë ndihmë, suport nga bashkia për problemet të dhunës, për problemet ekonomike të tyre apo për të suportuar në nismat e tyre për si përmarrje biznesi dhe aktivitetet të tjera. Kështu që nuk e shoh si një debat ideologjik, por si një detyrim ligjor dhe moral për ta garantuar çdo grua dhe çdo burg që të ketë mundësi të barabarta para ligjit për të jetuar, për të punuar dhe kontribuar si barabartë në shoqëri. Në nivel vendor, unë këtë e shoh përkthehet në politika, në më shumë politika konkrete dhe shërbime reale për qytetarët, jo vetëm si një dokument strategjik që do ngelet të letër. Edhe herën tjetër unë thash që pasi lexova relacionin, aty është thënë në një pikë që akoma nuk është dhënë gjithë kosto, vazhdon procesi i kostimit, se sa do jetë vlera financiare dhe zbatimet e këtij plani, dhe bëra pyetjen ku do gjehen burimet financiare, por aq kohë sa nuk është bërë kostimi përfundimtar i tij. Debatet e krijuar në mbledhje, kroi grupi shqiptar të Partisë Socialiste Roland Xhelilej i klasifikoi si politike. Gjithë komentet që bëni ju këtu janë leksion politik. Të vazhdosh në linjën atyre që përfaqësojnë atje lart në kuvend, që me përpjekjen e tyre nuk arritën dot ta rrëzojnë këtë ligj. Ky është ligj që funksionon në Republikën e Shqipërisë, i përfshin gjithë ato kategoritë, ka atë qëllime që e theksuat ju për afërsimin e ligjeve shqiptare me BE-n, kur ne synojmë të ynë, dhe gjitha diskutimet kanë vetëm karakter për të dukë dhe karakter politik. Plani vendor kaloi me 27 vota pro dhe 6 kundër. Pas miratimit, këshilltari Ardian Muka, duke u drejtuar kolegëve të Partisë Socialiste, tha se për këtë votë do t'i dënoj historia. Do të shpreh votën kundra, që neve e shprehem dhe me votë, por nga ana tjetër, me këtë kalim që i keni bërë këtij ligji, nuk i keni dhënë të drejtën grave dhe burrave dhunuar, atyre që janë nevojë, por i keni dhënë të drejtën dhe atyre 46 kategorive që unë përmenda më sipër, të cilët në bazë të ligjit, dhe ligji është i gabuar, por neve nuk duhet binim në të batak, le të rrinim dhe thonim vetëm gratë dhe zonjat, paktën këtu në bashkinë tonë, do ju dënoj, besoj, historia, uroj që mos ju ndodhi ato që i ndodhi Elon Muskut, por kur i ndodhi atij, imagjinoj se çfarë rreziku jemi neve të gjithë tjerët, që fëmijën ja morën dhe ja kthyen në tranzit. Nën pikat e tjera të rendit të ditës, pjesa më e madhe të cilëve lidhen me procesin e rindërtimit, u miratuan me votat e të gjithë shqiptarëve të pranishëm në mbledhje.